përtej retorikës së brendshme për konsum brendshëm politik, e din shumë mirë dhe i tremben të pakën këtë thon analistët më serioz apo edhe vetë zyrtarët më të lartë të dy kabinetit qeveritar si të Mitsotakis dhe Erdogan, një gabim njerëzor. Pra, në një moment delikat në zde qoftë me pilotët ushtarak të dy vendeve apo edhe të marinës ushtarake, një gabim njerëzor, pra një moment delikat njerëzor mund të përshkallëzojë situatën. Dihet, siç ti e the dhe vetë zyrtarët më të lartë ministrat e mbrojtjes kanë pohuar, Greqia dhe Turqia dy vende anëtarë të NATO, dy vende aleate të Shtetit Bashkuar të Amerikës, dy vende të cilat konsiderohen si aleate të besueshme, ku Amerika ka investuar shumë, Evropa ka investuar shumë dhe Greqia sigurisht lohen atë lojë që në një anë investon realisht në mbrojtje për të qenë sa më e gatshme dhe për të dhënë një përgjigje shumë dhimbse, në ta themi kështu, për Turqinë në një moment delikat, por nga ana tjetër duke e përfshirë të gjithë të retorikë politike apo shpeshherë friksuese në kufirin e Bashkimit Evropian, duke e përfshirë Bashkimin Evropian dhe jo vetëm Greqinë në këtë kontekst. Nga ana tjetër janë ministrat dhe vetë të dy presidenti Erdogan dhe Kyriakos Mitsotakis që përtej retorikës për konsum brendshëm janë të kujdesshëm deklaratura që për mos të agravoar më tej situatën. Një tjetër përplasje ka ndodhur për shkak të një marrëveshje që Çipro, Republika e Çipros, apo ajo që njihet si Çipro greke, ka arritur me Francën. Ka pasur një reagim të ashpër nga Erdogan duke kërkuar mbrojtjen e të drejtave të turqve të pjesës tjetër që quhet si Çipro turke. Kujtoj se pati edhe disa lajme që më pas u hodhën poshtë se ka pasur disa provokime për avionin në të cilën udhëtonte ministri mbrojtjes i Greqisë drejt një takimi të ministrave të jashtëm të mbrojtjes që u mbajt në Çipro. U raportua në mediat greke lidhur me të fundit, sa thatë që avion ushtarak turq të Turqisë shqetësuar, në ta themi në terma të thjesht, avionin ushtarak të Greqisë, cili kishte në bordin e tij jo vetëm ministrin e mbrojtjes të Greqisë, por edhe ministrin e mbrojtjes të Francës dhe shumë të Gjermanisë, gjë e cila shqetësoi Evropën. Në këtë kontekst, Greqia ngrit një notë proteste duke kërkuar në Bruksel për marrjen e masave shkuese. Nga ana tjetër, Turqia duket e shqetësuar sepse tashmë Kipro ka kaluar në një stad tjetër, lufta në linjën e mesme i ka dhënë Kipros një avantazh dhe një zhbllokim të masave apo lehtësim nga masat për tu armatosur, dhe gjë e cila ka filluar të aplikojë duke marrë sisteme mbrojtje duke forcuar ushtrinë e saj, gjë e cila ka shqetësuar Ankaran, dhe nga ana tjetër Ankaraja ka dërguar një skuadrilje me avion, pra 6 avion F-16 janë instaluar tashmë në Kiprin Verior, në Kiprin e poshtuar nga Turqia. Nga ana tjetër Greqia, ndërkohë që nisi një ndihmë ushtarake në Kipro në kuadër të mbrojtjes të umbrellës së mbrojtjes në luftën në linjën e mesme, tashmë 2 avion të Greqisë janë instaluar në ishull, një fregat, në fakt ka qenë 2 fregat, apo njëra ka prezencë të përhershme. Nga ana tjetër Bashkimi Evropian, Franca është treguar e gatshme për të pajisur me gradualisht me armatim Kiprin, pra ka një ndryshim të status quo të Kipros, nga një vend i cili ishte izoluar dhe nuk kishte mundësinë për të bërë për shkak të masave të marra ndërkombëtarisht, të izolimit dhe të embargos që ishte vendosur, ka një ndryshim të status quo dhe kjo është në favor të Kipros, cila po e shfrytëzon dhe Greqia në këtë moment po insiston në drejtim dhe duket që Turqia ndihet e shqetësuar nga ky zhvillim.